Unë jam Hilkola, ish kryetari i komunës Qafmali. Kam qenë pjesë edhe e reformës 2014 me organizatat si me Kooperacionin Zviceran dhe Amati Suedez, dhe na është thënë fillimisht se do bëhet një reformë për arsye ekonomike. Fillimisht do bashkohen disa komuna që janë me traditë, me histori, me territor afër dhe që nuk bëjnë asnjë lloj ndryshimi demografik apo më gjerë. Më vonë, mas që kemi bërë gjithë studimin me gjithë përpjekjet tona për t'i bindë edhe komisionin dhe qeverinë si një reformë e thellë do të shkatërrojë paktën pjesët e zonave rurale, na është thënë që janë bën shumë kryetarë komunash dhe na kanë lodhur të kryetarët e komunave. Faktikisht qeveria shqiptare dështoi me këtë reformë sepse ajo po të njëjtët kryetarë komunash paguën sot. 384 administratorë në Republikën Shqipërisë që paguhen më shtrejt edhe me rrogë më të lartë se ish kryetarët e komunave. Dhe tani na vjen një moment tjetër që na thotë na e kërkon Evropa. Unë me zotin Masniku do ta kundërshtoj për diçka që tha që lëvizja demografike është botha sepse lëvizin nga zonat rurale në qytet. Po të lëvizin nga zonat rurale në qytet do të thotë se në qytet janë ulë çmimet e shtëpive. Faktikisht këtu ka shku 2000 euro në metër katror dhe kanë lëviz nga zonat rurale, kanë ndikë jashtë shteti. Është popullu Shqipëria këtë që ka bërë këtë reformë territoriale nuk e ka bërë as serbi. Unë sa për dieni do të flas vetëm për Bashkinë Fusharës. Është 100 kilometra vjerore. Imagjinoni ju që në 100 kilometra vjerore që shkojmë ne të japim shërbim në 100 kilometra larg. Në Borë, në Shi, në territor shumë të vështirë, nuk bëhet fjalë për 100 kilometra autostradë. Bëhet fjalë për territor që janë shpopullu dhe për krahinat tona që i kanë bashku mekanikisht pas një lloj lidhje. Thjesht mendoni se disa deputet janë mbledh aty, kanë ngrit dorën dhe shumë mirë tha zoti Boçi që tha në jug janë ato bashkitë, i dim se ne dim hartën, i dim dhe hartën e bashkive. I kemi pa. Mu nuk vjen turp se ka ndodhur në jug. Turp do t'i vjen qeverisë që ka bërë lloj reforme. Turp t'u vjen deputetëve të qarku Shkodër që kanë ngrit dorën për atë reformë. Atyre bravo qoftë që i kanë bërë bashkitë ashtu, sepse kanë mbrojt veten. Ne po kërkojmë që bashkitë në veri t'i çojmë mbas traditës, mbas të mundësisë për të kryer shërbime, sepse kjo reformë ka dështu ekonomikisht, ka dështu administrativisht, por ka dështu edhe nga ana njerëzore. A ju vjen zor deputetëve që të ngrenë dorën që po e them se s'du më përmend emra këtu. Që Zallherri është me Tiranën dhe Babruja është me Kamzën. Dakord, është e turpshme dhe që të bëni këtë lloj reformash ka sepse pushteti vendor nuk është thjesht çështje mekanike që të bëjmë harta dhe viza elektorale. Ka votim që gjithë pushteti vendor do të ishte pyet, jo vetëm thjesht deputetët. Nuk munden deputetët që duke thënë ne po zbatojmë rregullat dhe drejtat njerëzore, kartën e pushtetit vendor. Ju po e shkelni me dy këmbë. Nuk mundeni që të bëni një reformë tillë dhe të shkatroni zonat tona. Përkundrazi, në veri duhet shtohen zonat dhe bashkitë rurale. Është emergjente dhe urgjente. Nuk mund të jetë shpopullimi dozë as për vota, as për pushtet, as për interesat askujt. Faleminderit shumë.